Pas një periudhe tensionesh dhe paqartësish, lidhja mes Edit dhe Dolçes ka marrë fund. Sipas asaj që u bë e ditur, ishte vetë Dolçe ajo që u shpreh se ishte distancuar emocionalisht nga Edi, për shkak të mungesës së interesimit dhe vëmendjes nga ana e tij. Bëni subscribe kanalin 5 Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Kjo situatë duket se ka ndikuar drejt për drejt në vendimin për t'i dhënë fund lidhjes. Gjatë ditëve të kaluar ishte publikuar profili i Edit në rrjetet sociale, ku vihej re se ai e ndiqte Dolçen. Megjithatë, situata ka ndryshuar ndjeshëm. Familjarët e Edit kanë reaguar duke ndërprerë çdo lidhje virtuale me Dolçen. Familjarët e Edit e kanë hequr Dolçen nga lista e ndjekësve, një veprim që është interpretuar si një mbyllje përfundimtare e çdo raporti mes palëve. Ky reagim ka shtuar edhe më shumë bindjen se ndarja mes Edit dhe Dolçes është tashmë përfundimtare, jo vetëm mes tyre, por edhe në rrethin familjar.